por është e vërtet një tjetër që edhe ne nuk kemi bërë asnjë gjë për t'i pranuar këto persona. Biles, shqiptarët musliman të anave as nuk kanë lejuar që t'i martojnë djemë dhe vajzat për shkak të përkatësisë fetare të këtyre personave. Ne i kemi përjashtuar dhe një njeri i cili përjashtohet, domosdo që i ringjallën ato instiktet e mbijetesës. Edhe nëse ai ose ajo e ka patur më të afërt fen, domosdo që gjatë procesit të asimilimit e ka parë më të afërt, domethënë asimilimin në komp tjetër, sepse edhe ne kemi bërë atë vështirin, edhe kemi thënë që këto persona nuk duhet integrohen, nuk duhet pranohen, nuk duhet martohen fëmijët tanë me një fe tjetër, edhe ka qenë gjithmonë i kanë dhënë rëndësi fesë për shkak edhe të politikave institucionale të cilat kanë mbytur pjesën e përkatësisë etnike. Ne kemi patur nga 45 deri në vitet e 90, kemi patur një lloj represioni kombëtar në përjetimet tona kombëtare që kemi përjetuar në 90. Çfarë na ka bërë ne të qapo, çfarë kemi bërë ne vetë? Ne kemi bërë shumë keq sepse ne i kemi izoluar këto persona.